Për të bërë këtë, që është pjesë edhe akordeve me arabët, për të bërë këtë duhet të riasetohet gjithë sistemi energjetik në këtë mënyrë nga struktura dhe grumbullimi të mos bëhet më me bateritë e litiumit, si është bërë deri tani, edhe nga ana e grumbullimit masive kam fjalën, jo të baterive të makinave, por edhe ajo duhet ndryshoj, por duhet të kalojë në disa teknologji të reja dhe më të qëndrueshme. Bateritë e litiumit u pa në portërimin e tyre që në qoftë se marrin flak nuk mund të shuhen dhe me liq duhet të qëndrojnë në një farë largësie nga qendrat e banueshme. Nuk mund të kesh një shtëpi, një pallat dhe të kesh afër një bateri litiumi. Duhet të dalin jashtë përdorimit, kështu që duhet të hynë me detyrim teknologjitë e reja. Teknologjitë e reja më të qëndrueshme, jo që nuk marrin zjarr, një nga këto janë për shembull bateritë me klorur natriumi. Know-how-n e ka Italia në këtë moment, dhe për të patur dhe ato fonde për të cilat Shqipëria ka bërë akordet, duhet të ndryshojë komplet sistemin e saj energjetik dhe t'i adeguohet akumulimit të këtij lloji. Përndryshe nuk do ketë fonde si nga ana arabe, por ashtu edhe nga komuniteti evropian. Okej? Kështu që duhet të riasetohet çdo gjë. Ajo që ndodhi dhe po ndodh në Ukrainë ka sjell në evidencë shumë problematika për të gjithë atë që është, mund të themi, kontinenti evropian, që është i lidhur drejt për së drejti me atë që po ndodh në Ukrainë. Plus edhe në vende të tjera, por në këtë moment po. Dhe Shqipëria në këtë moment, fal këtyre akordeve, në qoftë se arrin dhe diti përdori, mund të bëhet një qendër nevralgjike, sepse është futur në këtë trekëndësh, nevralgjike për atë që është stabiliteti i pikës më të rëndësishme për të tërë, energjia. Duhet të adeguoj strukturat në mënyrë që ta shesi, sepse në këtë moment nuk jemi pjesë e komunitetit evropian, por nëse adeguojmë strukturat, atëherë mund të bëhemi shitës të rëndësishëm, stabiliteti i rëndësishëm, shitës të rëndësishëm në të gjithë rajonin dhe në të gjithë Europën, Italinë, po dhe në vende të tjera. Është një moment shumë i rëndësishëm që duhet të njihet, duhet të përdoret. Ndonjëherë kam përshtypjen se mungon jashtëmarrëse njohja i këtyre pikave, njohja i legjislacioneve, njohja e teknologjive, njohja do të thoja i një figure globale të lëvizjeve ndërkombëtare që pastaj influencojnë ato kombëtare. Është njësoj si thua mjeku i gishtit që nuk shikon të gjithë personin, problemi. Kur shikon një pjesë dhe nuk i lidh të tëra, pastaj çdo gjë shkatërrohet. Dhe më duket se jemi në një moment të tillë. Në gjithë të panoramë që u bët, përmendet disa herë Ukrainën dhe që gjithçka nisi edhe nga atje. Po tani çfarë po ndodh atje, sepse duket sikur Rusia ka nis ofensivën e re. Trumpi kërcënoi, po luan me zjarrin Putinit. Ande nga Rusia normalisht s'ka gjë për momentin, duket sikur nga janari mund të mbyllesh shpejt, po tani larg. Siç e pam, ishte larg. Duhet të kthehemi një çik mbrapa edhe të kujtojmë që këto lëvizje ulemi në tryezë, nuk ulemi në tryezë, ka ndodhur shumë shpesh. Në fakt, që në fillimin e këtij konflikti hapur, do të thoja, se ishte një konflikt që kishte filluar shumë më përpara, pak muaj pas fillimit të këtij konflikti u bë një tentativë në Turqi për t'i ulur në tryezë të dy vendet. Pas një marrëveshje në fillim sapo nisi konflikti. Duket se janë u rikthyer prapë aty. Po, pati një marrëveshje fillimisht në Turqi. Turqia normale ka historinë e një perandorie dhe përpiqet gjithnjë që të ketë një rol shumë të rëndësishëm në atë që është panorama ndërkombëtare. Dhe ja del. U arrit në një tradaktiv, pastaj ishte ndërhyrja e kryeministrit britanik që nuk çoi përpara arritjen e atij momenti. Dhe pak më pak çoi dhe në atë që është e tanishmja kërkesa për një riarmatim të Europës, ndryshimin e rolit të NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara në të gjithë këtë ekuilibër. Këto tentativat njëra pas tjetrës nuk janë të parat. Prandaj po të thoja, nuk janë të parat që kanë ndodhur. Tani janë bërë më tepër evidente si puna e taksave
të Trumpit që sot vjen ose sot kërcënon për t'i vënë dhe pastaj hiqen dhe pastaj shqojnë në luhatje të rëndësishme të bursave ndërkombëtare, do vazhdoj akoma në këtë pikë derisa të arrihet një marrëveshje përfundimtare, do të thoja, midis Ukrainës, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për ato që janë ndarjet e territorit të Ukrainës, ndarjen e territoreve të influencës të Rusisë, jo vetëm në Ukrainë, por edhe të Shteteve të Bashkuara, të influencës së tyre në Europë, ndryshimin e asetit ushtarak të Europës, sepse do të kujtoja që vendet e veriut të Europës, që deri më tani kemi parasysh që kanë vende në veri të Europës që nuk kanë pasur as ushtri, por nuk kanë pasur as ushtri të tyre, janë mbajtur gjithmonë me forcat e NATO-s. Nuk e kishin as të parashikuar. Kur në disa vende është kthyer tashmë edhe obligimi i shërbimit ushtarak. Derisa të standardizohen dhe të arrijnë në një nivel të kërkuar, unë kam thënë shumë herë, para se të fillonte konflikti, shumë vite më parë, ishte bërë akordi midis Shteteve të Bashkuara dhe Europës për të rritur investimet në ushtri, në armatime, në teknologjinë e luftës e të tëra. Kjo nuk u bë. Pavarësisht se ishin nënshkruar, kjo gjë nuk u bë. Pak nga pak po arrihet në atë që ishte akordi fillestar. Shtetet e Bashkuara kërcënuan që do tërhiqeshin, sepse është e vërtet që në fakt investimet e tyre në NATO janë shumë më të larta se ato që ka patur Europa deri para pak, akoma është e tillë, kërcënuan që do tërhiqeshin dhe në këtë mënyrë pak nga pak ajo që ishte akordi i para shumë viteve midis dy vendeve të shkojë në drejtimin që ishte vendosur, rritja e investimit në armatime, në teknologji të luftës e të tjera. Ishte një akord i bërë prej shumë kohësh. Pak ka pak po shkon atje ku duhet, do të thoja, në një lëvizje apo në një tjetër. Emanuela, diçka të fundit kam në gjithë këtë histori, çfarë ka ndodhur tani që kur erdhi Trumpi?